Elsi Hyçaj është një nga lojtarët e kombëtarës shqiptare që duhet të gjejë një sistemim të ri gjatë merkatos së verës. Futbollisti ka mbyllur kontratën me Lazio dhe tashmë është një lojtar i lirë për të zgjedhur ku dëshiron të vazhdojë karrierën sapo të shfaqet interes për të, dhe me sa duket një klub italian ka piketuar që tani Hyçajin. Sky Sport bën të ditur se klubi i Lecces po shemër prioritet punësinë e aprimit të Hyçajit për sezonin e ri. Nga Lecces apo është larguar Ylber Ramadani, por në klubin e fjalë shpresojnë që Hyçaj të zgjedhë projektin e tyre për të ndihmuar që të mbjetojnë përsëri në elitë. Në rast se marrëveshja mbyllet me sukses, Hyçaj do të firmoste kështu për klubin e katërt në karrierën e Serie A, pas Empolit, Napolit dhe Lazios. Një nga lojtarët e kombëtarës që kanë ndryshuar skuadrën gjatë merkatos së verës është Ylber Ramadani, mesfushori dhe lajm të mirë në Lecces dhe Serie A për të zbarkuar në Turqi në radhët e Çorum. Vetë presidenti i Lecces, Saverios Darmiani, ka shpjeguar se pse u lejua të largohej Ramadani, në të cilin klubi kishte vendosur të aktivizonte klauzolën e rinovimit një vjeçar të marrëveshjes me të. Sa i përket Ramadanit, kemi vënë në zbatim opsionin e njëanshëm që kishin për zgjatjen për një tjetër vit të kontratës, pastaj erdhi oferta nga Turqia. Nuk mund t'i propozonim një rinovim 3 vjeçar kontrate një lojtari që po shkonte drejt moshës 31 vjeçare. Dhe ishte një operacion logjik i merkatos. Ramadani ishte i lumtur, fola me të disa ditë më parë dhe ishte shumë mirënjohës ndaj klubit ton. Edhe në sezonin e kaluar kemi bërë një lëvizje të ngjashme me Baskiroton, nga erdhi dhe shpërthimi përfundimtar i Thiago Gabriel në vendin e tij. Shitja e Ylberit do t'i krijojë hapësirë të reja në gomë, për të cilin kemi bërë një investim të rëndësishëm, tha Stiki Damiani duke shpjeguar largimin e mesfushorit shqiptar. Elhan Kastrati ka ndarë rrugët me Eintracht Braunschweig. Lajmi i papritur është njoftuar nga vetë portieri kombëtares shqiptare. Faleminderit shumë tifozë të dashur, ju jeni shpirti i këtij ekipi, ju uroj suksese sepse i meritoni. Njëherë Luan, por gjithmonë Luan, shkruan Kastrati. 29 vjeçari pati eksperiencën e parë në Gjermani. Aventura nuk shkoi siç duhet në sezonin e vetëm pasi luajti vetëm 2 ndeshje në Bundesliga 2. Kastrati ishte pjesë e akademisë të Teutës, më pas provoi eksperjenca si i huazuar në Itali, derisa u kthye te Teuta. Në Durrës nuk mori minuta. Kastrati u transferua përfundimisht në Itali, ku luante që nga viti 2018 deri në verën e kaluar. Gjatë kësaj kohe fitoi dhe ftesën e kombëtares shqiptare. Skuadra e Juventusit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri me lojtarët të cilët janë paraqitur fillimisht në J Medical për testet mjekësore dhe më pas kanë kryer edhe një seancë të shkurtër stërvitore në urdhrat e Luciano Spallettit. Ajo që ra në sy që në ditën e parë të grumbullimit të Juventusit ishte prania në radhë të bardhëzimeve dhe e talentit të sulmit të Shqipërisë, Armand Durmishi. Sulmuesi 18 vjeçar ka shkëlqyer me ekipin e moshave të Juventusit dhe nuk është çudi që po djeg më shpejt etapat, edhe pse në teori ai ishte nder pjesë e skuadrës Primavera, pritet që këtë vit të luajë me U23 të Juventusit, por tashmë dhe Spalletti dëshiron të shohë në veprim dhe duke shfrytzuar mungesën e disa lojtarëve kryesor të ekipit, që do i bashkohen me vonesë për shkak të impenjimeve që kishin në botror. Trajneri e ka bërë Durmishin pjesë të grumbullimit ndaj djaloshi i cili deri tani ka luajtur me përfaqësuesit e moshave kuqezi, ka qenë që në ditën e parë bashkë me profesionistët, në atë që padyshim do të jetë testi më i rëndësishëm për karrierën e tij deri tani.